Por gjyshri, sa ju ka ndihmuar në këtë rrugtim tuaj? Jo shumë, me thënë të drejtë. Se duke qenë se u kthyet këtu, ndoshta kryesisht kam parë jetën e tyre, jetën e vetë, dhe mendoj që ka ardhur koha tani që edhe prindrit tanë të shijojnë çik më shumë këto vitet e pleqërisë, po themi, edhe udhtojnë pak më shumë, edhe e shijojnë. Kam punuar gjithë jetën, kështu që është mos e legjitime që të duket sikur e marrin for granted, sikur e kanë për detyrë. Ne e marrim for granted. Ne e marrim për të mirë qenë. Edhe në fakt unë duke parë, sepse kam parë modele edhe të shoqeve të mia që gjyshrit ja kanë rritur, pra prindrit ja kanë rritur fëmijët, edhe këto kanë bërë jetën e tyre. Jo, mami dhe vjera ime kanë qenë gjithmonë me atë ide që fëmijët janë përgjegjësia juaj. Unë mund të vi, të ndihmoj her pas here, ti duhet ma dish për nder kur unë të vi, por nuk e kam për detyrë.